Një grua e moshuar lë jetën e saj të thjesht për të jetuar me të birin milioner. Në vilën luksoze, ajo trajtohet me përbuzje nga e fejuara e tij. Pasi dhunohet dhe mbyllet gjatë festës së dasmës, një detaj në dysheme zbulon të vërtetën, dhe i biri më në fund sheh atë që kishte injoruar për një kohë të gjallë. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet na ndiqni. Vazhdojmë. Shtëpia ishte e heshtur atë pas ditët e enjteje, siç kishte qenë gjithmonë vitet e fundit. Zonja Lirie rregullonte jashtëkët e qëndisur të divanit të vjetër, po ata që i kishte bërë vetë dekada më parë, kur ende kishte fuqi me bollëk dhe gishtat nuk i dridheshin kur mbante gjilpërën. Drita e diellit hynte butësisht nga dritarja e dhomës së ndenjes, duke ndriçuar pllakat e thyra të dyshemes, portretet e kornizuara në mur dhe radion e vjetër që pushonte mbi komodinën në cel. Ajo radio ishte shoqëruesja e saj më besnike. Çdo mëngjes, kur zgjohej, e ndiste dhe i linte këngët të mbushnin zbrazëtin që rritej brenda shtëpisë. Liria ishte 73 vjeçe dhe jetonte vetëm në atë shtëpi të vogël private në zonën e Pazarit të Ri, në Tiranë. Vendi nuk ishte i madh, por ishte i saj. Çdo dhomë ruante kujtime që ajo i mbante si të ishin relike. Kuzhina ende mbante erën e recetave që përgatiste për burrin e saj, i cili ishte ndarë nga jeta gati 10 vjet më parë, duke lënë një boshllëk që asgjë nuk mundi ta mbushte. Veranda e pasme strehonte vazot me fier dhe begonia që ajo ju iste me përkushtim çdo pasdite, duke folur me zë të ulët me bimët sikur ato mund ta dëgjonin. Dhe ndoshta mundeshin. Ndoshta ishin të vetmet që ende dëgjonin atë që ajo kishte për të thënë. Djali i saj, Arbeni, ishte familja e saj e vetme. Por Arbeni ishte larg. Gjithmonë kishte qenë larg, edhe kur ende jetonte aty. Që në moshë të re, ai kishte treguar një ambicie që Liria nuk e dinte se nga i vinte. Studioi në shkollë publike, luftoi për bursa studimi, u diplomua për administrim biznesi dhe, pak nga pak, filloi të ndërtonte një perandori. Së pari, ishte një punë në një multinacionale. Më pas, hapi kompaninë e tij të konsulencës financiare. Në më pak se 15 vjet, Arbeni ishte bërë një biznesmen me ndikim, pronar apartamentesh, investitor në aksione, i respektuar në qarqet e biznesit të Tiranës. Ai kishte gjithçka që kishte dashur gjithmonë. Por Liria ndjente se, gjatë rrugës, ai kishte lënë diçka pas. Telefonatat u bën më të rralla. Drekat e së dielës, që dikur ishin të shenjta, u shndërruan në takime të nxituara një herë në muaj, pastaj çdo 2 muaj, pastaj pothuajse kurrë. Liria e kuptonte. Ose të paktën përpiqej ta kuptonte. Arbeni ishte i zënë. Kishte mbledhje, udhëtime, angazhime të rëndësishme. Ajo nuk donte të ishte një barë. Kështu, gëlltiste mallin dhe priste. Priste që ai të telefononte, të shfaqej pa pritur, të kujtohej se ajo ishte ende aty, duke pritur. Atë pasditet e enjteje, ndërsa paloste një pecet kuzhine, ra telefoni. Liria u trem. Telefoni fiks pothuajse nuk binte kurrë. Kur binte, ishte reklam për plane shëndetësore ose dikush që kërkonte donacione. Ajo fshiu duart në përparse dhe u përgjigj me zë të lodhur. Alo, tha ajo. Nga ana tjetër e linjës, një zëburri i fortë dhe familjar i jehoi në vesh si një balsam që ajo nuk e dinte se i nevojitej. Mami. Jam Arbeni. Liria ndjeu zemrën t'i hidhej. E mbajti telefonin me të dyja duart, sikur të kishte frikë se do t'i rrëshiste dhe telefonata do të humbiste. Arben, biri im. Çfarë surprize e bukur. Si je? Zëri i tij ishte ndryshe. Më formal, më i largët, por gjithsesi ishte zëri i djalit të saj. Arbeni foli për punën, për kontratat e reja, për suksesin e kompanisë. Liria dëgjonte në heshtje, duke buzëqeshur edhe pse ai nuk mund ta shite. Por pastaj, pas disa minutash bisede sipërfaqësore, ai tha diçka që e la të ngrirë. Mami, po të telefonoj sepse dua që të vish të jetosh me mua. Liria rahu qepallat, pa e kuptuar mirë. Të jetoj me ty? Pikërisht. Gjithçka është vendosur. Kam bler një shtëpi të re, një vilë në Lundër. Ka vend me bollëk. Nuk ke më nevojë të rish aty vetëm. Do të dërgoj një shofer të marrë të shtunën. Mund të bësh gati gjërat e tua. Liria ndjeu një emocion kaq të fortë saqë pothuajse nuk arriti të përgjigjej. Lot të nxehti rëshitën nëpër fytyrën e rrudhur.
Ajo gjithmonë kishte pritur për këtë. Të kujtohej. Të thirrej. Të kishte përsëri praninë e të birit. Arben, unë nuk di çfarë të them. Kam kaq shumë mall për ty, biri im. E di, mami. Do të flasim më mirë kur të vish. Shihemi të shtunën. Dhe para se ajo të mund të thoshte diçka tjetër, telefonata u mbyll. Liria mbeti në mes të kuzhinës duke mbajtur telefonin e heshtur me zemrën që i rrite fort në gjoks. Për herë të parë pas vitesh, ajo ndjeu se ja kishte vletur të priste. 2 ditët e ardhshme kaluan në një mjegull emocionesh. Liria i rregulloi gjërat e saj me kujdes. Nuk kishte shumë për të marrë. Ndau disa rroba, portretet e familjes, ruzaren që ja kishte dhënë ema, radion e vjetër që e shoqëronte prej dekadash dhe unazën e martesës së burrit, të cilën e mbante të varur në një zinxhir në qafë që kur ai ishte ndarë nga jeta. I futi të gjitha në 2 valixhe të vjetra, të lidhura me spango që të mos hapeshin rrugës. U përshëndet me bimët, me muret, me cepat e shtëpisë që i njihte përmendesh. Ja la çelsat fqinjes, zonjës Drita, duke i kërkuar të kujdesej për shtëpinë sa të ishte larg. Nuk foli për ta shitur. Nuk mundej. Ajo shtëpi ishte historia e saj. Të shtunën në mëngjes, saktësisht në orën 9, një makinë e zezë dhe me shkëlqim parkoi para shtëpisë. Shoferi, një djalë i ri me kostum, zbriti dhe e ndihmoi Lirin të vendoste valixhet në bagazh. Ajo hyri në sediljen e pasme, duke u ndjerë e çuditshme në atë makinë luksoze, me sedilje lëkure dhe ajër të kondicionuar të ftohtë. Fqinja i bëri me dorë nga dritarja. Liria ju përgjigj me një buzëqeshje të dridhur. Udhëtimi deri në Lundër zgjati gati 1 orë, duke kaluar nëpër trafikun e rënduar të Tiranës. Liria shikonte nga dritarja, duke parë qytetin që kalonte. Ndërtesat e larta, bulevardet e zhurmshme, qendrat tregtare moderne. Gjithçka duke i kaq ndryshe nga lagja e thjeshtë ku jetonte ajo. Kur makina më në fund ndaloi, ajo pothuajse nuk u besoi syve. Vila ishte gjigante. Një portë e lartë hekuri u hap automatikisht, duke zbuluar një kopsht të mirëmbajtur, me bar të gjelbër dhe pemë të krasitura. Shtëpia kishte 2 kate, dritare të mëdha xhami, kolona të bardha dhe një garazh që dukej se mbante të paktën 4 makina. Liria zbriti ngadalë, duke shtrënguar çantën e vjetër pas gjoksit. Shoferi mori valixhet dhe i ra ziles. Dera u hap pothuajse menjëherë. Por nuk ishte Arbeni ai që ishte aty. Ishte një grua e re, e gjatë, bjonde, e veshur me një kostum bezh elegant që dukej sikur kishte dalë nga një revistë mode. Fytyra e saj ishte e bukur, por e ftohtë. Sytë e saj të çelët e përshkuan Lirin nga koka te këmbët me një shprehje që nuk linte dyshime, përbuzje. Ju duhet të jeni nëna e Arbenit, tha gruaja, pa buzëqeshur. Liria tundi kokën, duke u përpjekur të buzëqeshte pavarësisht sikletit që ndjeu. Po, unë jam. Liria. Dhe ju jeni? Laura. E fejuara e tij. Hyni. Fjala e fejuar rasi një bombë në zemrën e Liris. Arbeni nuk kishte përmendur asgjë për martesë. Asgjë për një të fejuar. Ajo e gëlltiti habin dhe hyri në shtëpi, duke ndjekur Laurën nëpër një korridor të gjerë me dysheme të bardhë me shkëlqim. Muret ishin zbukuruar me piktura moderne, skulptura minimaliste dhe pasqyra gjigante. Gjithçka ishte e pastër, e ftohtë, pa të meta. Asgjë aty nuk dukej se kishte jetë. Arbeni është në një mbledhje, tha Laura, pa kthyer kokën. Më kërkoi t'ju prisja unë. Do t'ju tregoj dhomën tuaj. Ato kaluan nëpër dhomën e madhe të ndenjes, pranë kuzhinës së integruar me pajisje elektroshtëpiake të teknologjisë së fundit dhe ngjitën një shkallë anësore të ngushtë që të çonte në pjesën e pasme të shtëpisë. Liria e ndiqte në heshtje, duke mbajtur çantën e saj, duke ndjerë zemrën t'i shtrëngohej. Ajri dukej më i rënd me çdo hap. Më në fund, Laura ndaloi para një dere të vogël, e hapi dhe i bëri shenjë të hynte. Këtu. Liria hyri dhe ndjeu stomakun t'i fundosej. Dhoma ishte e vogël. Mezi zinte një krevatek, një dollap të ngushtë dhe një karrige të vjetër. Nuk kishte dritare. Drita vinte nga një llambë e dobët në tavan. Era ishte e mykut dhe e detergjentit. Muri ishte i qëruar në disa vende. Ishte më shumë si një depo se sa një dhomë. Këtu do të rri, pyeti Liria, me zërin që i dridhej.
Laura kryqëzoi krahët duke u mbështetur në pragun e derës. Dëgjoni, nuk ishte ideja ime që të vinit të jetonit këtu. Por Arbeni këmbënguli. Shtëpia është e madhe, por nuk ka vend me bollë. Kjo është e vetmja dhomë e lirë. E kuptoni, apo jo? Është e përkohshme. Vetëm derisa ta zgjidhim situatën. Liria nuk u përgjigj. Nuk dinte çfarë të thoshte. Laura i bëri një buzëqeshje false dhe doli, duke mbyllur derën pas saj. Liria mbeti në mes të atij kubikuli të mbytur, duke shtrënguar çantën pas gjoksit, duke ndier lotët t'i digjnin në sy. Ajo kishte pritur kaq shumë për atë moment. Kishte ëndërruar kaq shumë për ribashkimin me të birin. Dhe tani ishte aty, e mbyllur në një dhomë të errët në pjesën e pasme të një vile që nuk dukej se kishte vend për të. Por ajo nuk u dorëzua. Jo atë ditë të parë. Liria ishte një grua e fortë. Kishte mbijetuar humbje, vetmi, vështirësi. Kishte rritur një djalë e vetme pasi burri i ishte sëmurur. Kishte punuar si pastruese, robaqepse, kuzhiniere, gjithçka për t'i dhënë një të ardhme më të mirë djalit. Ajo nuk do të dorëzohej tani. Arbeni ende nuk ishte kthyer. Kur ai të kthehej, gjithçka do të zgjidhej. Ai do ta përqafonte, do t'i kërkonte falje për pritjen e ftohtë, do t'i shpjegonte se Laura ishte thjesht e stresuar. Gjithçka do të shkonte mirë. Ajo nxori rrobat nga valixhja dhe i vendosi në dollapin e ngushtë. Vari ruzaren në kokën e krevatit. Vuri radion e vjetër mbi karrige dhe e ndezi me zë të ulët. Muzika e butë mbushi dhomën e vogël, duke sjell pak ngushëllim. Liria u ul në cep të krevatit dhe mbylli syt, duke u lutur me zë të ulët, duke kërkuar forcë. Orët kaluan ngadalë. Liria dëgjonte zhurma që vinin nga pjesa tjetër e shtëpisë. Hapa, zëra, të qeshura. Por askush nuk vinte të fliste me të. Askush nuk trokiste në derë për të pyetur nëse ishte mirë, nëse i duhej diçka, nëse donte të hante. Kur dielli filloi të perëndonte, ajo dëgjoi zërin e Arbenit që vinte nga kati i poshtëm. Zemra i rahu fort. U ngrit shpejt, rregulloi flokët e bardhë, fshiu fytyrën dhe doli nga dhoma, duke zbritur shkallët e ngushta me nxitim. Arbeni ishte në dhomën e ndenjes, me kostum të errët, duke folur në telefon. Ai ishte i gjatë, i fortë, i pashëm, me flokët e prerë mirë dhe qëndrimin e sigurt të dikujt që ishte mësuar të urdhëronte. Liria ndaloi në hyrje të dhomës, duke pritur që ai të mbaronte telefonatën. Kur Arbeni e mbylli dhe e pa, ai buzëqeshi. Një buzëqeshje e sjellshme, por e largët. Mami. Erdhe mirë? Liria ju afrua dhe e përqafoi. Arbeni ja ktheu përqafimin, por ishte i shpejt, mekanik, si dikush që kryen një detyrim social. Erdha, biri im. Çfarë shtëpie e bukur. Jam kaq e lumtur që jam këtu me ty, sa mirë, mami. E takove Laurën? E takova, po. Më tregoj dhomën. Arbeni tundi kokën, i shpërqendruar, duke parë celularin që i dridhej në dorë. Shkëlqyeshëm. Do të pëlqej të jetosh këtu. Ke gjithçka që të duhet. Tani më fal, por duhet të zgjidh disa gjëra. Shihemi në darkë. Dhe ai doli, duke e lënë Lirin vetëm në dhomën e madhe dhe të zbrazët. Ajo mbeti aty, duke ndier gjoksin t'i shtrëngohej. Ky nuk ishte ribashkimi që kishte imagjinuar. Nuk kishte përqafime të gjata, biseda për mallin, pyetje se si ishte. Arbeni dukej shumë i zënë për ta parë. Dhe Laura, e fejuara, ishte një prani armiqësore që Liria e ndjente edhe kur ajo nuk ishte aty pranë. Darka u shërbye në dhomën formale të ngrënies, një tryezë e gjatë prej druri fisnik me karrige të veshura dhe enë të shtrenjta. Laura kryesonte tryezën, e ulur në krye, duke i shërbyer vetes sallatë, fileto me salcë dhe verë të kuqe. Arbeni ishte pranë saj, duke ju përgjigjur mesazheve në celular. Lirin e thiri shërbëtorja, një grua me ngjyrë moshës së mesme e quajtur Fatime, e cila e çoi te tryeza dhe i tregoi një karrige në cep. Liria u ul në heshtje, duke vëzhguar. Askush nuk fliste me të. Laura fliste për festën e fejesës që po organizonte, fustanet që po zgjidhte, lulet të ftuarit. Arbeni vetëm tunte kokën, pa i kushtuar shumë vëmendje. Liria u përpoq të merrte pjesë. Do të jetë një dasmë e bukur, tha ajo, me zë të ulët. Laura e shikoi sikur të kishte harruar se ajo ishte aty.
Do të jetë, u përgjigj, thatë. Dhe ju kthye bisedës me Arbenin. Fatimeja i solli një pjatë liris. Por kur ajo e vendosi pjatën para gruas, Laura ndërhyri. Fatime, ajo nuk do të haj këtë. Përgatit diçka më të thjeshtë. Pilaf dhe fasule. Me këtë është mësuar. Liria ndjeu fytyrën t'i nxehej nga turpi. Fatimeja e shikoi me keqardhje, por u bind duke e çuar pjatën përsëri në kuzhinë. Arbeni nuk tha asgjë. Nuk e vuri re. Ose bëri sikur nuk e vuri re. Liria uli syt duke u përpjekur të gëlltiste poshtërimin. 15 minuta më vonë, Fatimeja u kthye me një pjatë të thjeshtë me pilaf, fasule dhe një vezë sy. Liria hëngri në heshtje, duke përtypur ngadalë, duke gëlltitur me vështirësi. Ushqimi nuk i shkonte poshtë. Fyti i ishte shtrënguar shumë. Pas darkës, Arbeni u ngjit në zyrë. Laura u zhduk në ndonjë dhomë të shtëpisë. Liria u kthye në dhomën e pasme, duke u ndjerë më e vetmuar se kur jetonte te pazari i ri. Të paktën atje, ajo kishte gjërat e saj, bimët e saj, hapësirën e saj. Këtu, ajo ishte një e huaj. U shtri në krevatin e ngushtë, duke dëgjuar radion që luante një këngë të vjetër që e dëgjonte me burrin e saj. Mbylli sytë dhe u përpoq të flinte, por gjumi nuk i vinte. Mendoi për shtëpinë që kishte lënë pas. Mendoi për pasditet duke ujitur bimën. Mendoi për të diellat e heshtura, por të qeta. Dhe pyeti veten për herë të parë nëse kishte bërë zgjedhjen e duhur. Ditët në vijim ishin një përsëritje e dhimbshme e asaj nate të parë. Liria zgjoi herët, rregullonte dhomën e vogël, zbriste për të ngrënë mëngjes, por rrallë e gjente Arbenin. Ai gjithmonë dilte para se ajo të zgjohej. Edhe Laura rrallë ishte në shtëpi gjatë ditës. Liria i kalonte orët duke u endur nëpër dhomat e mëdha, e humbur në atë shtëpi që nuk ishte e saja. Përpiqej ta ndihmonte Fatimen me pastrimin, por punonjësia gjithmonë refuzonte, duke thënë se nuk kishte nevojë për ndihmë. Liria këmbëngulte. Nuk donte të ishte një barë. Nuk donte që të mendonin se ajo ishte aty falas, pa bërë asgjë. Një nga ato mëngjese, ajo ishte në kuzhinë duke larë disa filxhan kur hyri Laura, e shoqëruar nga 2 shoqe. Të treja qeshnin me zë të lartë, duke folur për ndonjë festë të natës së kaluar. Kur Laura pa Lirin te lavamani, fytyra e saj u shtrembërua nga neveria. "Çfarë po bëni ju aty?" Liria u kthye, e trembur, duke mbajtur sfungjerin e lagur. "Thjesht po ndihmoja Fatimen." Laura ju afrua dhe ja hoqi sfungjerin nga dora me forcë. "Ju nuk keni nevojë të ndihmoni në asgjë. Shkoni në dhomën tuaj." Shoqet qeshën, duke shkëmbyer vështrime bashkëpunuese. Liria ndjeu fytyrën t'i digjej nga poshtërimi, por u bin. U ngjit në shkallët e ngushta për t'u kthyer në dhomën e mbytur, u mbyll atje dhe qau me zë të ulët, me fytyrën të fshehur në duar. Askush nuk trokiti në derë për të parë nëse ishte mirë. Askujt nuk i bëhej vonë. Po atë pasdite, Liria dëgjoi të qeshura që vinin nga dhoma e ndenjes. Kurioze, zbriti dhe pa Laurën dhe shoqet e saj duke bërë video me celular. Ato pozonin, kërcenin, qeshnin. Liria mbeti në shkallë, duke vëzhguar. Laura e pa dhe i bëri shenjë të afrohej. "Eja këtu, vjehër. Eja bëj një foto me ne." Liria zbriti, me shpresë. Ndoshta Laura po përpiqej të ishte e sjellshme. Ndoshta donte ta integronte në familje. Ajo u afrua, e turpshme, duke u përpjekur të buzëqeshte. Laura i hodhi krahun dhe bëri një selfie. Shoqet qeshën. Më pas, Laura e lëshoi Lirin papritur dhe filloi të filmonte përsëri, duke imituar qëndrimin e kërrusur të moshuarës, zërin e dridhur, gjestet e ngadalta. Shoqet shpërthyen në të qeshura. Liria e kuptoi shumë vonë se po e tallnin. Ajo u ngjit përsëri në dhomë, duke u dridhur nga zemërimi dhe trishtimi. Atë natë, kur Arbeni më në fund erdhi në shtëpi, Liria u përpoq të fliste me të. Pritoi derisa ai u ngjit në dhomë, trokiti në derën e çiftit dhe hyri kur ai e lejoi. "Arben, duhet të flasim." Ai po ndërronte rrobat, i lodhur. "Për çfarë, mami?" Për Laurën. "Ajo nuk po sillet shumë mirë me mua." Arbeni pshertiu, i paduruar. "Mami, Laura është e stresuar me përgatitjet e dasmës. Duhet ta kuptosh. Ajo nuk është mësuar të ketë njerëz që jetojnë këtu.
Jepini pak kohë të mësohet. Liria u përpoq të këmbëngulte, por Arbeni ishte tashmë i shpërqendruar me celularin, duke ju përgjigjur mesazheve. Ajo hoqi dorë. Doli nga dhoma dhe u kthye në kubikulin e saj të errët, duke ndjerë se po bërtiste në boshllëk. Javët kaluan. Bashkëjetesa u bë më e vështirë. Liria vinte re se ushqimi që i shërbehej asaj ishte ndryshe nga ushqimi i të tjerëve. Shumë herë, ajo që mbetej hidhej direkt në plehra. Laura kur nuk e thërriste për të ngrënë drek apo darkë bashkë. Liria hante vetëm në kuzhinë, pasi të gjithë kishin mbaruar. Fatimeja gjithmonë e shikonte me keqardhje, por nuk mund të bënte asgjë. Edhe ajo ishte punonjëse. Edhe ajo varej nga ajo punë. Një pasdite, Liria ishte ulur në verandën e pasme, duke vëzhguar kopshtin e përsosur që nuk mund ta prekte, kur dëgjoi Laurën duke bërtitur brenda shtëpisë. Zemra e Lirisë rrahu fort. Ajo hyri me vrap dhe gjeti Laurën duke përmbysur mobiljet e dhomës së ndenjes, duke kërkuar diçka me dëshpërim. Çfarë ka ndodhur? Pyeti Liria. Laura u kthye drejt saj me syt plot tërbim. Vëthi im. Vëthi im i diamantit është zhdukur. E lash këtu në tavolinën e mesit mbrëm dhe tani nuk është më. Liria ndjeu një të ftohtë në shpinë. Unë nuk kam marrë asgjë. Laura ju afrua duke i hyrë në hapësirën personale. Ti ishe e vetmja që kalove këtu sot në mëngjes. Fatimeja po pastronte lart. Vetëm ti mund ta kesh marrë. Betohem që nuk e kam marrë. Gënjeshtare. Para se Liria të mund të reagonte, Laura e kapi për krahu me forcë, e tërhoqi deri në dhomën e vogël dhe filloi t'i kontrollonte gjërat. Hapi dollapin, hodhi rrobat në dy sheme, përmbysi valixhet e vjetra, i shpërndau të gjitha. Liria u përpoq ta ndalonte, por Laura e shtyu kundër murit me aq forcë sa që ajo goditi shpinën dhe lëshoi një rënkim dhimbjeje. Nuk është këtu. Atëherë ku e ke fshehur? Nuk kam marrë asgjë, Laura. Të lutem, më beso. Laura doli nga dhoma e tërbuar duke lënë rëmujën pas. Liria rëshiti përgjatë murit derisa ul në dy sheme, duke përqafuar gjunjët, duke qarë me zë të ulët. Më vonë, ajo rregulloi gjithçka vetë, duke vendosur çdo rrobë me duar të dridhura. Atë natë, kur përdori banjën e dhomës së miqve që ishte në korridor, ajo pa diçka që shkëlqente pranë vrimës së shkarkimit. U përkul, e mori dhe e njohu menjëherë, ishte vëthi i diamantit i Laurës. Kishte rënë aty, ndoshta kur e fejuara kishte përdorur atë banjë. Liria e ruajti vëthin dhe, të nesërmen, i adorzoi Laurës. Pritonte një kërkesë faljeje. Një fjalë mirënjohjeje. Por Laura thjesht e mori vëthin nga dora e saj dhe tha, me përbuzje, herën tjetër, mos vono kaq shumë për ta kthyer. Dhe u largua, duke e lënë Lirin aty, me zemrën të thyer në copa. Atë natë, e shtrirë në krevatin e ngushtë, Liria shikoi tavanin e plasaritur dhe mendoi seriozisht të largohej. Por nuk kishte ku të shkonte. Shtëpia te pazari i ri ishte e mbyllur. Ajo nuk kishte para. Dhe më shumë se gjithçka, ende ruante një shpresë të kotë se Arbeni do ta kuptonte se çfarë po ndodhte. Se ai do t'i hapte sytë dhe do ta mbronte. Ishte një shpresë e vogël, e brisht, por ishte gjithçka që i kishte mbetur. Kështu, ajo mbylli sytë dhe u lut edhe një herë, duke kërkuar forcë për të duruar edhe një ditë. Javët kalonin si një makth me lëvizje të ngadaltë. Liria zgjoi çdo ditë duke shpresuar se diçka do të ndryshonte, se Arbeni më në fund do ta kuptonte se çfarë po ndodhte, se Laura do të tregonte një grimcë humanizmi. Por asgjë nga këto nuk ndodhte. Përkundrazi, situata vetëm përkeqësoi. Dhoma e vogël në pjesën e pasme të vilës ishte bërë burgu i saj. Ajo kalonte orë të tëra aty e mbyllur, duke dëgjuar radion e vjetër, duke thënë ruzaren, duke folur me zë të ulët me kujtimet e burrit, duke kërkuar forcë për të duruar edhe një ditë. Zemra i dhemte në një mënyrë që as vetmia e shtëpisë te pazari i ri nuk ja kishte shkaktuar. Laura dukej se kënaqej duke e poshtëruar. Nuk ishin vetëm fjalët e ashpra apo vështrimet përbuzëse. Ishte një mizori e llogaritur, e vogël, e vazhdueshme, që po ja minonte dinjitetin Liris pak nga pak. Një mëngjes, Liria zbriti për të ngrënë mëngjes dhe gjeti tryezën të shtruar me bukë të freskët, proshuta të ndryshme, fruta dhe lëngje. U ul e turpshme në një karrige në cep, duke pritur të shërbehej. Fatimeja i solli një pjatë, por para se të mund ta vendoste në tryezë, Laura ndërhyri. Fatime, ta kam thënë.
Ajo ha pasi të mbarojmë ne. Dhe përgatit diçka më të thjeshtë. Por zonja Laura, mëngjesi është gati. Nuk kushton asgjë ta shërbejmë tani. Laura përplasi dorën në tryezë e irrituar. Të urdhërova të përgatisësh diçka tjetër. Bëj atë që po them. Fatimeja uli syt dhe e çoi pjatën përsëri në kuzhinë. Liria ndjeu stomakun t'i përmbysej nga poshtërimi. Arbeni ishte aty i ulur në krye të tryezës duke lexuar lajmet në tablet. Ai nuk tha asnjë fjalë. Nuk ngriti syt. Nuk e vuri re, ose bëri sikur nuk e vuri re dhunën e asaj skene. Liria mbeti e ulur në heshtje duke pritur. Vetëm kur Arbeni dhe Laura mbaruan dhe dolën nga dhoma, Fatimeja u kthye me një pjatë me bukë të thatë dhe kafe të ringrohur. Më falni, zonja Lirie, pëshpëriti punonisja me syt plot keqardhje. Nuk mund të bëj asgjë. Liria i preku dorën me mirënjohje. E di, bia ime. Mos u shqetëso. Por për brenda, ajo ndjente një dhimbje që shkonte përtej urisë. Ishte dhimbja e të mos u parë. E të mos pasurit rëndësi. E të trajtuarit si një pengesë në një shtëpi që duhej të ishte edhe e saja. Ditët u bën më mizore. Një pasdite, Liria ishte ulur në dhomën e ndenjes duke shfletuar një revistë të vjetër që e kishte gjetur në dhomë, kur hyri Laura e shoqëruar nga 3 shoqe. Ato qeshnin me zë të lartë duke folur për një festë ku kishin qenë natën e kaluar. Kur pan Lirin, të qeshurat u shtuan. Laura mori celularin dhe filloi të filmonte. Shikoni kush është këtu, tha Laura, duke drejtuar kamerën nga Liria. Vjera ime e dashur. Thuaj përshëndetje shoqeve të mia, vjehër. Liria shikoi kamerën, pa e kuptuar mirë se çfarë po ndodhte. Ajo u përpoq të buzëqeshte, me edukat. Përshëndetje. Shoqet qeshën. Laura vazhdoi të filmonte. Tregoju atyre, vjehër. Si ishte jeta jote para se të vije të jetoje në këtë shtëpi të mrekullueshme? Liria ndjeu sikletin të rritej, por u përpoq të përgjigjej me dinitet. Jetoja te pazari i ri. Në një shtëpi të thjeshtë. Por ishte shtëpia ime. Laura bëri një shprehje të egzageruar për kamerën. Të thjeshtë. Do të thuash të varfër, apo jo? Një shtëpis e varfër. Duhet të ketë qenë e tmerrshme. Por tani je këtu duke jetuar në luks. Duhet të jesh e lumtur, apo jo? Shoqet qeshën më fort. Liria ndjeu fytyrën t'i nxehej. Ajo nuk u përgjigj. Laura vazhdoi të filmonte për disa sekonda të tjera, duke bërë shaka për rrobat e vjetra të Liris, për mënyrën se si ecte e kërrusur për theksin e saj. Kur më në fund ndaloi së filmuari, i ktheu shpinën dhe doli me shoqet, duke e lënë Lirin të ulur vetëm, duke u dridhur nga zemërimi dhe poshtërimi. Atë natë, kur Fatimeja kaloi pranë dhomës së Liris për të mbledhur peshqirët e palar, e moshuara e pyeti me zë të ulët, Fatime, a e di se çfarë bën Laura me këto video që filmon? Punonisja hezitoi. Pastaj pshertiu dhe tha, i poston në rrjetet sociale, zonja Lirie. Në storit, shoqet e saj e shohin si diçka qesharake. Liria ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Njerëzit po e shihnin atë. Po qeshnin me të. Po e shihnin si qesharake poshtërimin e një gruaje të moshuar që donte vetëm një vend ku të përkiste. Ajo nuk tha më asgjë. Fatimeja doli dhe Liria mbeti vetëm në errësirë duke qarë në heshtje. Fatimeja, në të vërtetë, po fillonte të shqetësohej thellësisht me atë që shihte. Ajo punonte në atë shtëpi prej 3 vitesh që para se të shfaqej Laura. E kishte parë Arbenin të rritej në biznes, e kishte parë të ndryshonte, të bëhej më i largët, më i ftohtë. Dhe tani po shihte nënën e tij të shkatërohej pak nga pak. Fatimeja ishte një grua besimtare, nënë e 2 fëmijëve, që punonte shumë për të mbajtur familjen. Ajo e dinte se çfarë do të thoshte të vuaje. E dinte se çfarë do të thoshte të ishe e padukshme. Dhe i dhemte të shihte një grua tjetër duke kaluar të njëjtën gjë. Një pasdite, ndërsa pastronte dhomën e Laurës, Fatimeja gjeti një qese plot me ushqim të prishur. Fruta të mykura, mbetje mishi, bukë e mykur. Ajo e njohu menjëherë. Ishte ushqimi që ishte përgatitur për Lirin ditët e fundit. Fatimeja e dinte se Laura merrte pjatat që do t'i shërbeheshin vjehrës dhe i hidhte direkt në plehra, duke i zëvendësuar me ushqim të vjetër, të ringrohur, të prishur. Ishte një mizori e qëllimshme.
Dhe Arbeni nuk dinte asgjë. Ose nuk donte të dinte. Fatimeja filloi të ruante detajet të vogla. Shënonte në celular datat kur shite Lirin me mavijosje në krah. Bënte foto diskrete të kushteve të dhomës së vogël ku flinte e moshuara. Ruante prova. Ende nuk e dinte se çfarë do të bënte me to, por ndjente se duhej të bënte diçka. Një mëngjes, Liria u zgjua me një dhimbje të fortë në shpinë. Kishte fjetur keq, krevati ishte i fortë, dysheku ishte i fundosur. Ajo u ngrit ngadalë duke mbajtur mesin dhe shkoi në banjën e korridorit. Kur u kthye në dhomë, gjeti Laurën të ndalur në derë me krahët e kryqëzuar. Dua që të qëndroni në dhomë sot, tha Laura me zë të ftohtë. Pse? Pyeti Liria. Do të kem vizita. Njerëz të rëndësishëm. Nuk dua që të shfaqeni. Liria ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. A e di Arbeni këtë? Arbeni nuk është këtu. Dhe kur të kthehet do t'i them se nuk po ndiheshit mirë dhe preferuat të pushonin. Kështu që është më mirë të qëndroni e qetë aty brenda. Laura e përplasi derën me forcë dhe e rrotulloi Chelsin në brau. Liria mbeti aty duke dëgjuar hapat që largoheshin. Ajo u përpoq të hapte derën, por ishte e mbyllur. Ajo ishte e mbyllur. E burgosur. Në një dhomë pa dritare, pa ajrim, në mes të një dite të nxehtë vere në Tiranë. Paniku i u ngjit në fytyrë. Ajo goditi derën, thiri për ndihmë, por askush nuk u përgjigj. Qëndroi aty për orë të tëra, duke djersitur me etje, duke ndjer ajrin të bëhej gjithnjë e më i mbytur. Vetëm kur u bë natë dhe vizitat kishin ikur, Laura u kthye dhe hapi derën. Liria doli duke u lëkundur, e trullosur, e dëshpëruar për ajër të pastër. Fatimeja e pa dhe vrapoi ta ndihmonte, duke e çuar në kuzhinë, duke i dhënë ujë, duke i bërë erë me një pecel. Laura e pa gjithçka me indiferencë dhe u ngjit në dhomë pa thënë asnjë fjalë. Atë natë, Liria mendoi seriozisht të arratisej. Por ku? Nuk kishte para. Nuk kishte si të kthehej te pazari i ri. Dhe më shumë se gjithçka, ende ruante një shkëndij shprese se Arbeni do ta kuptonte. Se ai do ta shpëtonte. Ishte një shpresë iracionale, fëminore, por ishte gjithçka që kishte. Javët në vijim sollën tmerre të reja. Liria filloi të kuptonte se Laura po e përshkallëzonte dhunën. Nuk ishin më vetëm poshtërime verbale apo neglizhencë. Tani kishte shtyrje. Tërheqje flokësh. Piçkime që linin shenja të purpurta në krah. Një pasdite, Liria po paloste peshqir në lavanderi kur hyri Laura, e irrituar për ndonjë arsye që Liria nuk e dinte. Çfarë po bën këtu? Thjesht po ndihmoja. Nuk të kërkova ndihmë. Dhe para se Liria të mund të përgjigjej, Laura e shtyu pirgun e peshqirëve të palosur, duke i hedhur të gjithë në dy sheme. Pastaj e kapi Lirin për krahu dhe e tërhoqi me forcë, duke bërë që e moshuara të humbiste ekuilibrin dhe të binte në gjunjë në dy shemen e ftohtë. Rri në vendin tënd, plak e padobishme. Liria mbeti në dy sheme, duke u dridhur, duke mbajtur krahun që i dhemte. Fatimeja hyri me vrap, e ndihmoi të moshuarën të ngrihej dhe e çoi përsëri në dhomë. Aty brenda, Liria qau me dënesë, e përqafuar me jastëkun, duke ndjerë se ishte e bllokuar në një makth pa rrugdalje. Fatimeja u kthye në lavanderi dhe u përball me Laurën, e cila po rregullonte peshqirët sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Kjo nuk është e drejtë, zonja Laura. Zonja Lirie është një grua e moshuar. Nuk mund ta trajtoni kështu. Laura u kthye ngadalë me një buzëqeshje të ftohtë në buzë. Ti po më thua mua se si duhet t'i trajtoj njerëzit në shtëpinë time? Fatimeja e gëlltiti pështymën, por e ruajti qëndrimin. Po them se ajo që po bëni është e gabuar. Laura ju afrua, duke i hyrë në hapësirën personale. E di çfarë, Fatime? Mendoj se po punon shumë. Po i ngatëron gjërat. Ndoshta është më mirë të kërkosh një punë tjetër. Zemra e Fatimes u fundos. Ajo kishte nevojë për atë punë. Kishte nevojë për rrogën për të mbajtur fëmijët. Por duke parë sytë e ftohtë të Laurës, e kuptoi se nuk ia vlente më të përpiqej. Kështu, mori frym thellë dhe tha, në rregull. Unë largohem. Por më parë, dua të marr pagesat e largimit nga puna. Dhe dua që Zoti Arben ta di pse po largohem. Laura ngriti supet. Thuaj çfarë të duash. Askush nuk do të besoj.
Fatimeja i mblodhi gjërat e saj po atë pasdite. Por para se të largohej, ajo bëri diçka që e dinte se mund t'i kushtonte shtrenjtë. Ajo mori të gjitha fotot që kishte bërë fshehurazi muajt e fundit. Mavijosjet në krahun e lirisë. Dhomën e vogël dhe të mbytur. Mbetjet e ushqimit të prishur. Shënimet për datat kur kishte dëshmuar agresione. I ruajti të gjitha në një dosje digjitale dhe ja dërgoi vetes në e-mail. Nuk e dinte ende se çfarë do të bënte me to, por ndjente se ishte e rëndësishme t'i kishte këto prova. Një ditë, ato mund të bënin diferencën. Kur Fatimeja u largua nga vila, Liria ndjeu se kishte humbur aleatën e saj të vetme. Të vetmin person që ende e shikonte me humanizëm. Tani ishte plotësisht e vetme. Arbeni, nga ana tjetër, vazhdonte të ishte i pavetëdijshëm për gjithçka. Punonte deri vonë, udhëtonte për mbledhje, kthehej në shtëpi i lodhur dhe i shpërqendruar. Laura gjithmonë e priste me puthje dhe buzëqeshje, duke folur për përgatitjet e dasmës, për festën e fejesës, për muajin e mjaltit që po planifikonte. Arbeni dëgjonte gjithçka me interes, i entuziazmuar me jetën e re që po ndërtonte. Ai nuk e shihte nënën. Nuk pyeste se si ishte. Nuk i vinte re mavijosjet. Nuk e vinte re heshtjen. Ishte i verbër. Vullnetarisht i verbër. Një natë, gjatë darkës, Liria mblodhi guximin dhe u përpoq edhe një herë. Arben, duhet të flas me ty, ai e shikoi, i paduruar. Për çfarë, mami? Për mënyrën se si janë gjërat këtu në shtëpi. Nuk po ndihem mirë. Mendoj se ndoshta është më mirë të kthehem në shtëpinë time. Arbeni rrudhi vetullat. Të kthehesh? Pse? Nuk po të pëlqen të jetosh këtu? Nuk është kjo, është se. Laura ndërhyri me zë të ëmbël dhe të kontrolluar. Dashuri, mendoj se nëna jote është pak e hutuar. Është normale te njerëzit e moshuar. Ata që orientohen në vende të reja. Liria u përpoq të protestonte, por Arbeni ishte tashmë i bindur. Mami, duhet të mësosh. Jepini edhe pak kohë. Do ta shohësh që ja vlen. Dhe çështja u mbyll. Liria uli syt, e mposhtur. Nuk ja vlente më të përpiqej. Përgatitjet për martesën civile filluan të dominonin shtëpinë. Laura punsoi dekorator, luleshitës, shefa kuzhine. Ceremonia do të mbahej aty, në kopshtin e vilës, e ndjekur nga një pritje në zonën e jashtme. Do të ishin rreth 100 të ftuar, të gjithë nga rrethi shoqëror i Laurës dhe Arbenit. Njerëz të rëndësishëm me ndikim të pasur. Laura ishte e fiksuar që gjithçka të ishte perfekte. Çdo detaj duhej të ishte pa të meta. Ajo nuk mund të toleronte asnjë gabim. Dhe më shumë se gjithçka, nuk mund të toleronte praninë e Lirisë që prishte imazhin e përsosmërisë që donte të projektonte. Në javën para dasmës, tensioni në shtëpi u rrit. Laura ishte histerike, duke bërtitur me furnitorët, duke ndryshuar vendime çdo 5 minuta, duke kërkuar që gjithçka të ribëhej disa herë. Liria përpiqej të qëndronte e padukshme, e mbyllur në dhomë, por gjithsesi e ndjente presionin në rritje. Një pasdite, 2 ditë para ceremonisë, Liria ishte ulur në dhomën e ndenjes kur Arbeni erdhi në shtëpi më herët. Ai duke i lodhur, por i lumtur. U ul pranë saj në divan dhe, për herë të parë pas javësh, foli me të vërtetë. Mami, dua të dish se jam i lumtur. Shumë i lumtur. Laura është një grua e jashtëzakonshme. E zgjuar, e bukur, ambicioze. Ajo do të jetë një grua e shkëlqyer. Liria shikoi të birin, duke parë tek ai djalin që kishte rritur, por duke ndjerë se nuk e njihte më. Arben, unë vetëm dua që ti të jesh i lumtur, biri im. Por a je i sigurt se ajo është personi i duhur për ty? Arbeni rrudhi vetullat. Pse po e pyet këtë? Liria hezitoi. Një pjesë e saj donte të bërtiste të vërtetën, t'i tregonte gjithçka që kishte kaluar, t'i tregonte mavijosjet, të përshkruante poshtërimet. Por një pjesë tjetër e saj, pjesa e lodhur, e mposhtur, mendonte se nuk do të vlente. Arbeni nuk do ta besonte. Ose më keq, do ta besonte dhe do ta fajsonte atë që po i prishte lumturinë. Asgjë, biri im. Harroje. Unë vetëm dua që ti të jesh i lumtur. Arbeni buzëqeshi dhe e përqafoi. Një përqafim i shpejt, mekanik, por gjithsesi bëri që zemra e Lirisë të shtrëngohej. Ishte kaq pak.
por ishte gjithçka që ajo kishte. Në prag të dasmës, shtëpia u bë një kaos. Luleshitësit hynin e dilnin duke mbajtur buqeta gjigante. Kamerierët me uniform praktikonin koreografinë e shërbimit. Kuzhina ishte plot me shefa që përgatisnin pjatat. Laura vraponte nga njëra anë në tjetrën, duke bërtitur urdhra, duke verifikuar çdo detaj. Arbeni kishte udhëtuar për të zgjidhur një angazhim të fundit biznesi dhe do të kthehej vetëm në mëngjesin e dasmës. Liria ishte e mbyllur në dhomë, duke dëgjuar zhurmën jashtë, kur dëgjoi trokitje në derë. Ishte një nga asistentët e Laurës. Zonja Laura kërkoi që të qëndroni në dhomë gjatë gjithë festës nesër. Ajo nuk dëshiron që të shfaqeni. Liria ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Por është dasma e djalit tim. Vajza ngriti supet e sikletosur. Më falni. Janë urdhra të saj. Dhe u largua. Liria mbeti aty duke ndjer lot të nxehtë t'i rrëshisnin në përfytyrë. Ajo nuk do të mund të ishte e pranishme në dasmën e djalit të saj. Do të qëndronte e mbyllur në një dhomë, e fshehur sikur të ishte një turp. Sikur të mos ekzistonte. Atë natë, Liria nuk arriti të flinte. Qëndroi e shtrirë në krevat duke dëgjuar radion që luante me zë të ulët, duke thënë ruzaren, duke i kërkuar Zotit t'i jepte forcë për të duruar edhe një ditë. Lotët nuk pushonin së rëni. Ajo mendoi të dorëzohej, të arratisej, të zhdukej. Por nuk kishte ku të shkonte. Ishte e bllokuar në atë makt, pa rrugdalje. Kur dielli lindi të nesërmen, shtëpia ishte tashmë në aktivitet të plotë. Liria dëgjoi hapa, zëra, muzikë që testohej. Zemra i dhemte në një mënyrë që nuk e kishte ndjer kurrë. Ajo u ngrit ngadalë, lau fytyrën, veshi rrobën më pak të vjetër që kishte. Edhe pse e dinte se do të pengojë të merrte pjesë, ajo nuk mund ta pranonte. Ishte dasma e djalit të saj. Ajo kishte të drejtë të ishte aty. Zbriti shkallët ngadalë, duke u fshehur pas kolonave, duke vëzhguar lëvizjen. Kopshti ishte i panjohshëm. Lule kudo, karrige të bardha të rreshtuara, një hark i zbukuruar për ceremoninë, tryeza të mbuluara me mbulesa liri të bardhë. Gjithçka perfekte. Pa të meta. E ftohtë. Liria pa Laurën duke dalë nga dhoma, tashmë e veshur me një fustan nusërie të bardhë dhe elegant. Ajo ishte mahnitse. Rrezatuese. Dhe plotësisht e pavetdijshme për vuajtjen që shkaktonte. Liria u fsheh pas një shtylle duke vëzhguar. Laura fliste me shoqërueset e nuses, qeshte, bënte foto. Gjithçka ishte perfekte. Përveç Lirisë. Ajo ishte e vetmja pa përsosmëri në atë skenar ëndrash. Dhe për këtë duhej të fshihej. Liria u kthye në dhomë, e mposhtur. U mbyll atje dhe u ul në cep të krevatit, duke mbajtur ruzaren me duar të dridhura. Qau me zë të ulët, u lut duke kërkuar forcë. Dhe priti që makthi të mbaronte. Dita e martesës civile zbardhi e kthjellët dhe e ngrohtë në Tiranë. Qielli ishte blu, pa re, sikur vetë moti të konspironte që gjithçka të ishte perfekte. Vila në lundër zjente nga aktiviteti që në orët e para të mëngjesit. Kamerierët me uniform mbanin tabaka argjendi, rregullonin gota kristali mbi tryeza, rreshtonin takëmet me saktësi milimetrike. Luleshitësit jepnin prekjet e fundit në buqetat gjigante me trëndafila të bardhë dhe zambak që zbukuronin çdo cep të kopshtit. Muzika e ambientit luej butësisht nga altoparlantët e vendosur strategjikisht. Gjithçka ishte pa të meta. Absolutisht gjithçka. Përveç një detaji të vetëm që Laura nuk mund ta kontrollonte, prania e padëshiruar e Lirisë. Liria u zgjua herët atë të shtunë. Jo se kishte fjetur shumë. E kishte kaluar gjithë natën e shtrirë në krevatin e ngushtë, duke parë tavanin e plasaritur, duke dëgjuar radion që luante me zë të ulët, duke u përpjekur të gjente ndonjë ngushëllim në këngët e vjetra që i donte aq shumë. Por asnjë këngë nuk mund t'ia qetësonte zemrën e shtrënguar. Asnjë melodi nuk mund t'ia lehtësonte dhimbjen e të diturit se do të pengojë të merrte pjesë në dasmën e djalit të saj. Kur rrezet e para të diellit hyn nga çarja poshtë derës, ajo u ngrit ngadalë, lau fytyrën në lavamanin e vogël të dhomës dhe veshi fustanin më të bukur që kishte. Ishte një fustan blu i errët, i thjeshtë, por i pastër dhe i hekurosur mirë. Ajo i kreu flokët e bardhë prapa, duke i lidhur në një topuz të ulët dhe vuri zinxhirin me unazën e burrit në qafë.
U pa në pasqyrën e vogël dhe të vrenjtur që vari në mur dhe pa një grua të lodhur, të lënduar, por ende dinjitoze. Ajo nuk do të dorëzohej. Nuk do të lejonte që Laura ta fshinte plotësisht. Zbriti shkallët e ngushta që të çonin në pjesën e pasme të shtëpisë me zemrën që i rrite fort. E dinte se po sfidonte urdhrat e Laurës duke dal nga dhoma, por nuk mund ta pranonte më padukshmërinë. Ishte dasma e Arbenit. Ajo kishte çdo të drejtë të ishte e pranishme. Kur arriti në korridorin kryesor, pa lëvizjen intensive të ekipit të dekorimit dhe shërbimit. Askush nuk i kushtoi vëmendje. Ishte sikur të ishte një fantazmë. Liria eci ngadalë drejt kuzhinës, ku pa pirgje pjatash që grumbulloheshin, pjata plot me kanape, gota që lustroheshin. Gjithçka mbante erë luksi dhe sofistikimi. Ajo ju afrua me droj njerëz prej kameriereve. Mund të ndihmoj me diçka, pyeti, me zë të ulët. Vajza e shikoi pa kuptuar. Të ndihmoni? Ju punoni këtu? Para se Liria të mund të përgjigjej, një zë i mpreth çau ajrin. Çfarë po bën këtu? Liria u kthye dhe pa Laurën të ndalur në hyrje të kuzhinës, ende me robdishan mëndafshi, me flokët të kapur me bigudi, me fytyrën pa grim, por me syt plot tërbim. Ajo u hodh drejt Liris me hapa të shpejt dhe të vendosur. Të thash të rije në dhomë. Liria u tërhoq instinktivisht. Thjesht doja të ndihmoja. Është dasma e djalit tim, Laura. Dua të marr pjesë. Laura qeshi. Një e qeshur e shkurtër, e hidhur, plot për buzje. Të marrësh pjesë? Ti vërtet mendon se dikush këtu të do pranë? Shikoje veten. Shiko si je veshur. Ti je një turp. Do të prishësh gjithçka. Fjalët e goditën Lirin si grushte. Ajo ndjeu syt t'i digjinin, por u përpoq të ruante qetësinë. Unë jam nëna e ti. Kam të drejtë të jem këtu. Ti nuk ke asnjë të drejtë. Kjo është shtëpia ime. Dhe sot është dita ime. Nuk do të lejoj që ta prishësh gjithçka me praninë tënde patetike. Laura e kapi krahun e Liris me forcë, duke i ngulur thonjt në lëkurën e butë dhe të rrudhur. Liria lëshoi një rënkim dhimbjeje, por Laura nuk e lëshoi. Ajo e tërhoqi zvarën nga kuzhina, kaloi korridorin në nënvështrimin e sikletosur të punonisëve që bënin sikur nuk shihnin asgjë, dhe e shtyu përsëri në dhomën e vogël në pjesën e pasme të shtëpisë. Rri këtu brenda dhe mos dil derisa të them unë. Nëse del, betohem se do të bëj të pendohesh. Dhe e përplasi derën me aq forcë sa që muri u drodh. Liria mbeti në mes të dhomës së vogël, duke u dridhur, duke mbajtur krahun që i dhemte. Shikoi lëkurën dhe pa shenjat e purpurta të thonjve të Laurës. U ul në cep të krevatit dhe qau me zë të ulët, duke fshehur fytyrën në duar. Ndihej e mposhtur, e poshtëruar, e anuluar. Por thellë, ende ruante një shkëndijë shprese. Arbeni do të vinte. Kur Arbeni të vinte, gjithçka do të zgjidhej. Ai do ta kuptonte. Do ta mbronte. Orët kaluan ngadalë. Liria dëgjonte zhurmat e shtëpisë përmes derës së mbyllur. Zëra, të qeshura, muzikë. Festa po përgatitej. Të ftuarit filluan të mbërrinin. Ajo njohu zërin e Arbenit që vinte nga kati i poshtëm dhe zemra i hidhej. Ai ishte kthyer nga udhëtimi. Ishte në shtëpi. Ajo u ngrit shpejt, rregulloi fustanin dhe doli nga dhoma, e vendosur të fliste me të. Zbriti shkallët dhe pa Arbenin në dhomën e ndenjes, me kostum gri pa të meta, i rrethuar nga miq që e përshëndesnin dhe i binin shpatullave. Ai po buzëqeshte, i lumtur, i entuziazmuar. Liria u afrua ngadalë, por para se të mund ta thërriste, Laura u shfaq nga hiçi, tashmë e veshur me fustanin e bardhë dhe mahnitës të nusërisë, dhe i vuri dorën në shpatull me forcë. Të paralajmërova. Dhe para se Liria të mund të reagonte, Laura e tërhoqi përsëri në korridor, larg vështrimeve të të ftuarve. E çoi në zonën e shërbimit, ku nuk ishte askush tjetër. Aty, larg dëshmitarëve, tërbimi i Laurës shpërtheu. Ti nuk kupton, apo jo? Ti nuk kupton se askush nuk të do këtu. Arbeni nuk të do, unë nuk të dua. Ti je një barë e vdekur në këtë shtëpi. Një turp që ecën. Liria u përpoq të lirohej, por Laura ishte jashtë kontrollit. Stresi i përgatitjeve, frika se diçka do të shkonte keq, fiksimi për të dukur perfekte para të ftuarve të rëndësishëm, gjithçka shpërtheu në atë moment.
Ajo e kapi Lirin nga flokët e bardhë dhe filloi ta tërhiqte zvarrin nëpër korridor. Liria bërtiti nga dhimbja, duke u përpjekur të mbahej pas mureve, por Laura ishte më e fortë, më e re, e lëvizur nga një zemërim iracional. Ajo e tërhoqi zvarr të moshuarën për metra të tërë, duke i tërhequr flokët me aq forcë saqë Liria ndjeu se do t'i binte të fikët. Lotët i rridhnin nëpër fytyrë, gjunjët i përplaseshin në dysheme, duart gërvishnin dyshemen duke u përpjekur të kapeshin pas diçkaje. Ndalo, të lutem, ndalo, lutej Liria me zërin e mbytur. Ndalo, po më dhem. Por Laura nuk ndaloi. Ajo vazhdoi ta tërhiqte zvarr derisa arritën pranë një dollapi të ngushtë në fund të korridorit të pasëm. Aty, larg festës, larg të ftuarve, larg çdo dëshmitari. Liria u përpoq të ngrihej, por ishte e trullosur, e çorientuar, me kokën që i buçiste nga dhimbja. Laura e shtyu me forcë kundër murit. Liria rëshiti, humbi ekuilibrin dhe ra me shpinë, duke goditur kokën me forcë në cepin e një mobiljeje para se të rrëzohej në dysheme. Goditja ishte e tmerrshme. Liria ndjeu një shpërthim dhimbjeje në pjesën e pasme të kokës. Diçka e nxehtë dhe viskoze i rodhi nëpër zverë. Ajo çoi dorën e dridhur atje dhe, kur pa gishtat, pa gjah. Shumë gjah. U përpoq të ngrihej, por trupi nuk i bindej. Shikimi ju mjegullua. Këmbët nuk kishin forcë. Ajo mbeti e rënë në dysheme, duke gjakosur, duke marrë frymë me vështirësi. Laura e shikoi atë, gjakun në dysheme, murin e njollosur me të kuqe. Për një çast, paniku i përshkoi fytyrën. Por pastaj, ndodhi diçka edhe më e frikshme, ajo u përmblodh. Shikoi përreth, verifikoi nëse kishte njeri afër dhe mori një vendim. E kapi Lirin nga krahët dhe e tërhoqi zvarr deri te dollapi. Ishte një hapësirë e ngushtë, e errët, e përdorur për të ruajtur produkte pastrimi dhe kuti të vjetra. E hodhi të moshuarën atje brenda pa asnjë kujdes, mbylli derën dhe e rrotulloi çelësin në brave. Liria u përpoq të bërtiste, por zëri nuk i dilte. U përpoq të godiste derën, por krahët ishin shumë të dobët. Errësira e përfshiu. Era e mykut dhe e kimikateve i pushtoi mushkëritë. Dhimbja në kokë ishte e padurueshme. Ajo u mbështet pas murit të ftohtë të dollapit dhe filloi të humbiste ndjenjat. Jashtë, Laura pastroi shpejt njollat e gjakut nga korridori me letër kuzhine, hodhi gjithçka në plehra dhe u kthye në festë sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Rregulloi fustanin, retushoi grimin, vuri buzëqeshjen përsëri në fytyrë dhe zbriti në kopsht, ku ceremonia ishte gati të fillonte. Të ftuarit duartrokitën kur ajo u shfaq. Arbeni e priste nën harkun e luleve me një buzëqeshje të gjerë dhe të dashuruar. Muzika filloi të luhej. Laura eci nëpër korridorin e luleve me elegancë, duke u bërë me dorë miqve, duke pozuar për fotografët, duke luajtur rolin e nuses perfekte. Kur arriti në altarin e improvizuar, Arbeni i mbajti duart dhe e shikoi në sy me adhurim. Në punësi i gjendjes civile filloi ceremoninë. Ndërkohë, e mbyllur në dollapin e errët në pjesën e pasme të shtëpisë, Liria po jepte shpirt. Dhimbja në kokë ishte e padurueshme. Gjaku vazhdonte të rrithte, duke e lagur fustanin blu të errët. Ajo përpiqej të qëndronte e vetëdijshme, por ishte gjithnjë e më e vështirë. Gërvishte derën me thonjë, duke u përpjekur të bënte zhurmë, duke u përpjekur të thërriste dik, por muzika e lartë e festës mbulonte çdo tingull. Ajo përshpëriste kërkesa për ndihmë që humbisnin në boshllëk. Arben, murmuriste, me zë të dobët. Arben, biri im, më ndihmo. Por Arbeni nuk mund ta dëgjonte. Po shkëmbente unazat me Laurën, po e pufte nën duartrokitjet e të ftuarve, po trokiste gotat me shampanjë, po pozonte për foto. Festa vazhdonte me vrull të plotë. Kamerierët shërbenin kanape të sofistikuara, të ftuarit bisedonin të gjallëruar, muzika luej, të qeshurat jehonin nëpër kopsht. Gjithçka ishte gëzim, festë, përsosmëri. Dhe aty, e fshehur, e mbyllur, duke gjakosur, një grua e moshuar luftonte për të mbijetuar. Orët kaluan. Liria hyri dhe doli nga vetëdia disa herë. Në disa momente, ajo shite copëza kujtimesh. Burrin duke i buzëqeshur ditën e dasmës së tyre. Arbenin fëmijë duke vrapuar nëpër oborin e shtëpisë te pazari i ri. Pasditet duke ujitur bimën. Radion duke luajtur këngë të vjetra. Në momente të tjera, kishte vetëm errësirë dhe dhimbje. Arbeni, ndërkohë, ishte plotësisht i pavetëdijshëm për vuajtjen e nënës së tij.
Bisedonte i gjallëruar me miq, kërcente me Laurën, trokiste gotat me të ftuarit. Në një moment të caktuar, shkoi në banjën e përbashkët dhe, duke kaluar korridorin, shkeli mbi diçka të lagur. Uli syt dhe pa një njollë të errët në dy sheme. Rudhi vetullat. Dukej si gjak, por nuk mund të ishte. Ndoshta ishte verë e derdhur. Ose salc nga ndonjë pjath. Vazhdoi të ecte, por diçka e shqetësonte. Një erë e çuditshme. Metalike. E fortë. Kur u kthye në fest, kërkoi Laurën dhe e pyeti, ku është nëna ime? Laura buzëqeshi, e kontrolluar. Nuk po ndihej mirë. Kërkoi të pushonte në dhomë. Nuk donte të shqetësonte. Arbeni tundi kokën, i kënaqur me përgjigjen. U kthye në fest. Por ndërsa nata përparonte, ai siklet rritej. Kishte diçka që nuk shkonte. Diçka që nuk mund ta identifikonte. Ishte një ndjenjë, një instinkt, një zë i vogël në fund të mendjes së tij që i thoshte se diçka ishte shumë gabim. Kur festa më në fund filloi të zbrazej dhe të ftuarit u larguan, Arbeni u ngjit për të ndëruar rrobat. Kaloi nëpër korridorin e pasëm dhe pa përsëri ato njolla të errëta në dy sheme. Tani, pa zhurmën e festës, ai ndaloi dhe u përkul për të ekzaminuar. E preku me gisht. Ishte e tharë, por padyshim ishte gjak. Dhe kishte më shumë. Një fije floku gri e ngecur në një të qartë të derës së dollapit. Zemra filloi t'i rrite më shpejt. U përpoq të hapte derën e dollapit, por ishte e mbyllur. Kërkoi Chelsin, por nuk e gjeti. Ndjeu panikun t'i ngjitej. Laura, bërtiti ai. Laura, ku është Chelsea i këtij dollapi? Laura u ngjit me vrap, ende me fustan nusërie, me fytyrën të zbehë. Pse do ta hapësh? Sepse ka gjak në dy sheme. Dhe dua të di se nga ka ardhur. Laura u përpoq të shpikte një justifikim, por Arbeni nuk po dëgjonte më. Ai e shtyu derën me shpatull 1, 2, 3 herë, derisa brava u thye. Dera u hap me një të rënë. Dhe ajo që pa e paralizoi. Liria ishte e rënë në dyshemen e dollapit, e mbledhur kruspull, e mbuluar me gjak. Fustani blu ishte i zhytur në të kuqe. Flokët e bardhë ishin ngjitur në zverk nga gjaku i tharë. Ajo kishte syt gjysmë të mbyllur, frymëmarrjen e dobët, duart të gërvishtura nga përpjekjet për të dalë. Kur drita e korridorit pushtoi dollapin, ajo ngriti syt ngadalë dhe pa të birin. Arben, pëshpëriti ajo, me zërin pothuajse të padëgjueshëm. Arben, më ndihmo. Bota e Arbenit u shemb në atë moment. Ai ra në gjunjë pranë nënës së tij, duke i mbajtur fytyrën me duar të dridhura, duke ndjer gjakun e nxehtë dhe ngjitës. Mami, o Zot, çfarë ka ndodhur? Çfarë të kanë bërë? Liria u përpoq të përgjigjej, por fjalët nuk i dilnin. Vetëm qante, duke u dridhur, duke u kapur pas krahut të birit, sikur ai të ishte e vetmja gjë e fortë në një botë që po shembej. Arbeni u kthye nga Laura, e cila qëndronte në derë, e zbeth, në shok. Ti, tha ai, me zërin që i dridhej nga zemërimi. Ishe ti Laura, u përpoq të mohonte, por faji ishte i stampuar në fytyrën e saj. Arben, mund ta shpjegoj, filloi të thoshte ajo, por ai e ndërpreu, duke bërtitur. Ti e mbyll nënën time këtu? Ti ja bëre këtë asaj? Ishte një aksident. Ajo u rrëzua. Nuk e dija se ishte kaq rëndë. Ti e mbyll atë këtu dhe e le të gjakosej ndërsa ne bënim fest atje poshtë. Zëri i tij jehoi nëpër korridor. Arbeni e mori nënën në krah me kujdes, u ngrit dhe zbriti shkallët duke e mbajtur. Liria ishte e dobët, pothuajse pa ndjenja, por kapesh pas qafës së të birit. Ai kaloi nëpër dhomën e ndenjes ku ende kishte disa të ftuar të vonuar që bisedonin. Të gjithë u kthyen dhe mbetën të shokuar kur pan skenën, Arbeni duke mbajtur nënën e gjakosur në krah. Thirrni një ambulancë. Tani, urdhëroi ai. Një nga miqtë mori celularin menjëherë. Arbeni e shtriu Lirin në divanin e dhomës me kujdes, mori peshqir të pastër dhe i shtypi kundër plagës në kokë, duke u përpjekur të ndalonte gjakun. Qëndro, mami. Ambulanca po vjen. Qëndro. Laura zbriti shkallët, ende duke u përpjekur të justifikojë, por Arbeni e preu me një zë të akull. Largohu nga sytë e mi. Nuk dua të dëgjoj zërin tënd. Nuk dua të shoh fytyrën tënde. Arben, të lutem, më lër të shpjegoj.
Nuk ka shpjegim. Ti lëndove nënën time. Ti e mbyll atë. Ti e le atje duke gjakosur ndërsa ne festonim. Ti je një përbindësh. Të ftuarit që ishin ende në shtëpi dëshmuan gjithçka. Skandali ishte krijuar. Laura u përpoq t'i afrojë Arbenit, por ai u largua me neveri. Merr gjërat e tua dhe largohu nga shtëpia ime. Tani. Por Arben, ne sapo u martuam. Nuk kam më martesë. Mbaroi. Dëgjove? Mbaroi. Nuk dua të shoh më kur në jetën time. Ambulanca mbërriti 15 minuta më vonë. Paramjekët e ekzaminuan Lirin, e stabilizuan dhe e vendosën në barel. Arbeni u ngjit në ambulancë me të, duke i mbajtur dorën gjatë gjithë kohës. Laura mbeti në derën e vilës, ende me fustan nusërie, duke parë ambulancën të largohej, ndërsa të ftuarit e fundit e shikonin me tmerr dhe përbuzje. Nusja perfekte ishte shndërruar në një makth. Spitali ishte në heshtje kur Arbeni hyri në dhomën e pritjes për të 10ën herë atë agim. Syt i kishte të enjtur nga të qarat, kostumi gri që kishte veshur për dasmën ishte i zhubrosur dhe i njollosur me gjak, dhe duart ende i dridheshin. Nuk mund të ndalonte së pari imazhin e nënës së tij të rënë në atë dollap të errët, duke gjakosur, duke u lutur për ndihmë. Faji e mbyte. Si nuk e kishte vënë re? Si e kishte lejuar të ndodhte pikërisht nën hundën e tij? Si kishte qenë kaq i verbër, kaq egoist, kaq i munguar? Mjekët ende nuk kishin dhënë diagnozën e plotë. Liria ishte në sallën e operacionit prej më shumë se 3 orësh. Infermierët hynin e dilnin, por nuk jepnin informacion. Arbeni ecte nga njëra anë në tjetrën, i paft të ulej, i paft të qetësohej, i paft të mendonte për ndonjë gjë tjetër përveç nënës së tij. Ai kishte telefonuar në vilë 10 herë, por Laura nuk përgjigjej. Ndoshta tashmë kishte bërë valixhet dhe ishte larguar. Dhe ati nuk i bëhej vonë. Ajo ishte jashtë jetës së tij. Përgjithmonë. Kur dielli filloi të lindte, një mjek më në fund doli nga salla e operacionit. Arbeni vrapoi drejt tij. Doktor, si është ajo? Mjeku hoqi maskën duke zbuluar një fytyrë të lodhur. Situata është e rëndë, zoti Arben. Nëna juaj ka pësuar një traumë të rëndë në kokë. Ka pasur një frakturë në kafkë dhe një gjakderdhje të vogël të brendshme që arritëm ta ndalojmë. Përveç kësaj, gjetëm 3 brinje të thyra, mavjosje të shumta në trup dhe shenja keqëshyrjeje. Kuadri tregon se ajo ka vuajtur dhunë prej disa kohësh. Arbenit ju pren gjunjët. U mbajt pas murit për të mos rënë. A do të mbjetoj? Ajo është e qëndrueshme për momentin. Por do të ketë nevojë për ndjekje të vazhdueshme. Dhe do të duhet kohë për të rikuperuar plotësisht. Përveç lëndimeve fizike, ka edhe traumën emocionale. Nëna juaj ka kaluar shumë. Arbeni tundi kokën duke gëlltitur lotët. Mund ta shoh? Ajo është në reanimacion. Ende pa ndjenja. Por mund ta shihni për pak kohë. Arbeni ndoqi mjekun deri në repartin e terapisë intensive. Kur pa nënën të shtrirë në shtratin e spitalit, të lidhur me tuba dhe monitor, zemra i u coptua. Liria dukej kaq e vogël, kaq e brish, kaq e pambrojtur. Flokët e bardhë ishin rruar në një pjesë të kokës, aty ku e kishin operuar. Lëkura ishte e zbeth, e shënuar nga mavjosje të purpurta dhe të verdha. Duart ishin të fashuara. Arbeni u afrua ngadalë, i mori dorën me kujdes dhe u ul pranë shtratit. Më fal, mami, përshpëriti ai me zërin e mbytur. Më fal për gjithçka. Duhej ta kisha kuptuar. Duhej të kisha mbrojtur. Unë jam djali yt dhe dështova. Dështova plotësisht. Lotët i rridhnin në përfytyrë. Ai i puthi dorën nënës duke ndjerë lëkurën e ftohtë dhe të rrudhur. Qëndroi aty për orë të tëra, vetëm duke i mbajtur dorën, duke u lutur që ajo të zgjohej, që të kishte mundësinë t'i kërkonte falje me të vërtetë. Liria kaloi 3 ditë në reanimacion. Arbeni nuk u largua nga spitali. Fjeti në karrige të parehatshme, hëngri sanduiqe të ftohta nga kafeteria, refuzoi të gjitha telefonatat e punës. Asgjë tjetër nuk kishte rëndësi. Vetëm nëna. Kur ajo më në fund u zgjua, ditën e tretë, sytë e saj u hapën ngadalë, të hutuar, të çorientuar. Arbeni ishte pranë shtratit, si gjithmonë. Mami, e thiri ai, me zë të butë. Mami, jam unë.
Arbeni. Liria ktheu kokën ngadalë dhe e pa. Për një moment pati frikë. Pastaj e njohu të birin dhe një lot I rodhi në për fytyrë. Arben, përshpëriti ajo. Jam këtu, mami. Jam këtu dhe nuk do të largohem më kur nga ty, ajo u përpoq të buzëqeshte, por dhimbja ishte shumë e madhe. Arbeni thiri mjekët, të cilët e ekzaminuan lirin dhe konfirmuan se ajo ishte jashtë rrezikut. Rikuperimi do të ishte I gjatë, por ajo do të mbijetonte. Arbeni ndjeu një lehtësim kaq të madh saqë shpërtheu përsëri në lodh. Në ditët në vijim, liria u transferua në një dhomë të zakonshme. Arbeni vazhdoi të ishte pranë saj, duke ndihmuar infermierët, duke biseduar me të, duke I treguar histori nga fëmijëria, duke I kërkuar falje vazhdimisht. Liria dëgjonte në heshtje, ende e dobët, ende e traumatizuar. Por pak nga pak, ajo filloi të fliste gjithashtu. Tregoi me zë të dobët gjithçka që kishte kaluar. Poshtërimet, dhunën, urin, izolimin. Arbeni dëgjonte me zemër të thyer, duke ndjer fajin të rritej me çdo fjalë. Kur liria më në fund doli nga spitali, pas 2 javësh e shtruar, Arbeni e çoi përsëri në vilë. Por sa po hyn, liria kërkoi të largohej. Arben, nuk dua të rri këtu. Të lutem. Më çon në shtëpinë time. Ai e shikoi I hutuar. Por mami, shtëpia te pazari I ri është e mbyllur prej muajsh. Nuk ka njeri që kujdeset për të. Gjithsesi, dua të kthehem. Këtu nuk marr dot frym. Çdo cep I kësaj shtëpie më kujton atë që kam kaluar. Të lutem, biri im. Më lër të kthehem aty ku I përkas. Arbeni hezitoi. Një pjesë e tij donte ta mbante afër, donte të kujdesej për të kompensonte gjithë kohën e humbur. Por duke parë sytë e lodhur dhe lutës të nënës, ai e kuptoi. Ajo kishte nevojë për paqe. Kishte nevojë për një vend ku të ndihej e sigurt. Ku të ndihej në shtëpi. Në rregull, mami. Do të çoj përsëri te pazari I ri. Por më parë, më lër të rregulloj gjithçka atje. Shtëpia duhet të ketë nevojë për riparime. Më jep disa ditë kohë ta organizoj. Liria pranoi, e lehtësuar. Arbeni e instaloi përkohësisht në një nga dhomat e miqve të vilës, larg atij ku bikuli të erët në pjesën e pasme, dhe filloi të punonte. Në ditët në vijim, Arbeni bëri diçka që nuk e kishte bërë kur më parë, la punën. Anuloi mbledhjet, shtyu angazhimet, delegoi përgjegjësi. Për herë të parë pas vitesh, nëna ishte prioritet. Ai punsoi një ekip rinovimi dhe shkoi personalisht te pazari I ri për të mbikëqyrur gjithçka. Kur hyri në shtëpinë e vjetër, ndjeu një val emocionesh. Gjithçka ishte saktësisht siç e mbante mend nga fëmijëria. Dhoma e vogël e ndenjes me divanin e vjetër. Kuzhina e thjeshtë me pllakat e zbehura. Veranda e pasme ku nëna kujdesej për bimët. Ishte një vend I thjeshtë, por plot jetë. Plot kujtime. Arbeni ecte ngadalë nëpër dhoma, duke prekur muret, mobiljet, duke rjetuar kujtime që I kishte varrosur prej vitesh. Ai punsoi bojaxhin, elektricist, hidraulik. Urdhëroi të ndërrohej dyshemeja e plasaritur, të rregulloheshin rrjedhjet, të rinovohej banja. Bleu një krevat të ri dhe të rehatshëm për dhomën e nënës, instaloi një kondicioner, ndërroi perdet e vjetra me perde të reja dhe të lehta. Por u kujdes të ruante thelbin e shtëpisë. Radioja e vjetër vazhdoi në të njëjtin vend. Portretet e familjes vazhduan në mure. Vazot e bimëve u rimbjellën me kujdes. Gjithçka u bë duke menduar për komoditetin dhe lumturinë e saj. Një pasdite, ndërsa hidraulikët punonin në banjë, njëri prej tyre e thiri Arbenin. Zotëri, gjetëm diçka këtu në vrimën e shkarkimit. Arbeni u afrua. Hidrauliku I dha një objekt të vogël dhe të pisët. Arbeni e pastroi me një leckë dhe ndjeu zemrën t'i shtrëngohej. Ishte një unazë martese. Unaza e babait. E njëjta që nëna e mbante gjithmonë të varur në një zinxhir në qafë. Arbeni kujtoi vagullisht se e kishte parë atë unazë të zhdukur disa muaj më parë, por kur nuk kishte pyetur. Tani e kuptonte. Ajo kishte rënë në banjën e vilës. Ndoshta gjatë një prej dhunimeve. Dhe askujt nuk I ishte bërë vonë të kërkonte. Askujt nuk I ishte bërë vonë për asgjë që ishte e saja. Arbeni e shtrëngoi unazën fort, duke ndjer lotët të ktheheshin. Ajo unazë përfaqësonte gjithçka.
Përfaqësonte dashurinë që nëna ruante për baban edhe pas kaq shumë vitesh. Përfaqësonte për kushtimin që ajo gjithmonë kishte treguar për familjen. Dhe përfaqësonte për buzjen me të cilën ai e kishte trajtuar, duke lejuar që diçka kaq e çmuar të humbiste pa e vënë re fare. Atë natë, Arbeni pa një ëndër. Ai ishte përsëri fëmijë, duke vrapuar nëpër oborrin e shtëpisë te pazari i ri. Nëna ishte atje, e re, duke buzëqeshur, duke e thirrur për dreg. Babai ishte pranë saj, me krahun rreth shpatullave të saj. Gjithçka ishte e thjeshtë, por gjithçka ishte e lumtur. Arbeni u zgjua në mes të natës, me fytyrën të lagur nga lotët. Për herë të parë pas vitesh, ai e lejoi veten të ndjente. Të ndjente mallin, pendimin, dhimbjen. Dhe gjithashtu shpresën. Shpresën se ende kishte kohë. Kohë për të rregulluar. Kohë për të rindërtuar. 2 javë më vonë, rinovimi ishte gati. Arbeni e çoi Lirin përsëri te pazari i ri një pasdite me diell të shtunë. Kur ajo zbriti nga makina dhe pa shtëpinë, syt ju mbushën me lodh. Gjithçka ishte rinovuar, por ende ishte shtëpia e saj. Arbeni e ndihmoi të hynte, duke e mbajtur për krahu me kujdes. Liria ecte ngadalë nëpër dhoma, duke prekur muret, mobiljet, duke u ndjerë më në fund në shtëpi. Faleminderit, biri im, tha ajo, me zërin e mbytur. Faleminderit që më ktheve. Arbeni e përqafoi me kujdes, duke u kujdesur të mos e lëndonte. Unë të falenderoj, mami. Për gjithçka. Që më rrite vetëm. Që durave kaq shumë. Që kur nuk hoqe dorë nga unë, edhe kur unë hoqa dorë nga ty, Liria qau në krahët e të birit. Dhe Arbeni qau gjithashtu. Ishte një qarje çlirimi. Faljeje. Rinisjeje. Në javët në vijim, Arbeni filloi të bënte diçka që nuk e kishte bërë kur më parë, e vizitonte nënën çdo fundjavë. Pa munguar. Mbërrinte të shtunën në mëngjes, sillte bukë të freskët, fruta, lule për vazoll. Hante drek me të, bisedonte për orë të tëra, dëgjonte historitë e vjetra që ajo tregonte, rishikonte kujtimet e fëmijërisë. Pak nga pak, marrëdhënia mes tyre u rindërtua. Nuk ishte perfekte. Ende kishte plagë. Por po përmirësoi. Arbeni gjithashtu mori vendime drastike në jetën e tij. E shiti vilën në lundër. Tha se nuk mund të jetonte më atje pas gjithçkaje që kishte ndodhur. Bleu një apartament më të vogël, më të thjeshtë, më afër pazarit të ri. Preu lidhjet me disa miq që i afroheshin vetëm për interes. E thjeshtoi jetën. E kuptoi se suksesi profesional nuk vlente asgjë nëse humbiste atë që kishte vërtet rëndësi. Sa për Laurën, ajo u përpoq ta kontaktonte disa herë në javët e para. I dërgonte mesazhe duke i kërkuar falje, duke thënë se ishte penduar, se ishte e gatshme të ndryshonte. Arbeni ia bllokoi numrin. Nuk kishte falje. Nuk kishte kthim. Ajo që kishte bërë ishte e pafalshme. Dhe Arbeni e dinte se faji ishte edhe i tij, që kishte qenë i verbër, që nuk e kishte mbrojtur nënën, që kishte zgjedhur pamjen në vend të thelbit. Fatimeja, ish punonisja, kontaktoi Arbenin disa javë më vonë. Ajo i dërgoi fotot dhe shënimet që kishte ruajtur, duke ia ofruar si provë nëse ai donte ta padiste Laurën. Arbeni e falenderoi, por tha se nuk donte ta lëvizte më atë histori. Nuk donte gjykata, avokat, skandale. Donte vetëm paqe. Donte të rindërtonte marrëdhënien me nënën. Donte të ishte djali që duhej të kishte qenë që në fillim. Një pasdite me shi të dielën, Arbeni ishte ulur në verandën e pasme të shtëpisë te pazari i ri, duke ndihmuar Lirin të ujiste fieret, kur ajo tha diçka që e kapi në befasi. Arben, dua të dish se unë të fal. Ai ndaloi duke e parë. Mami, nuk ke nevojë, kam nevojë, po. Ti ishe djali im. Ende je. Dhe gjithmonë do të jesh. E di që gabove. E di që më lëndove. Por gjithashtu e di se ishe i humbur. Po kërkoje diçka që mendoje se do të bënte të lumtur. Dhe tani u zgjove. U ktheve. Dhe kjo është gjithçka që kam dashur gjithmonë. Arbeni ndjeu lotët t'i rrivnin në përfytyrë. U gjunjëzua para nënës dhe i mbajti duar. Unë nuk e meritoj faljen tënde. Por premtoj se do ta kaloj pjesën tjetër të jetës sime duke u përpjekur ta meritoj. Premtoj se nuk do të lë më kur vetëm.
Premtoj se do të kujdesem për ty si që je kujdesur gjithmonë ti për mua. Liria i përkëdheli fytyrën të birit me butësi. E di, biri im. E di. Ata qëndruan aty të përqafuar në verandë, duke dëgjuar shiun që binte jashtë, duke ndjer paqen që vjen vetëm kur plagët fillojnë të shërohen. Radioja e vjetër luante një muzikë të butë në dhomën e ndenjes. Bimët lëshonin një aromë të freskët. Shtëpia ishte përsëri e gjallë. Dhe Liria më në fund ndjente se i përkiste një vendi. Me kalimin e kohës, Arbeni filloi të sillte ndryshime pozitive në jetën e tij. Filloi t'i kushtonte më pak orë punës dhe më shumë orë gjërave që kishin vërtet rëndësi. Filloi të bënte terapi për të përballuar fajin dhe pendimin. Filloi të bënte vullnetarizëm në një shtëpi të moshuarish, duke ndihmuar të tjerë që kalonin situata të ngjashme me ato që kaloi nëna e tij. Ai zbuloi se suksesi i vërtet nuk ishte në madhësinë e llogarisë bankare apo në prestigjin shoqëror, por në aftësinë për të bërë diferencën në jetën e njerëzve që duam. Liria, nga ana tjetër, u rikuperua pak nga pak. Plagët fizike u shëruan. Dhimbja në brinjë u zvogëlua. Flokët i rriteshin përsëri, duke fshehur shenjat e operacionit. Por plagët emocionale morën më shumë kohë. Ajo ende kishte makthe. Ende zgjoi në mes të natës me frikë, duke menduar se ishte përsëri në atë dhomë të vogël, në atë dollap të errët. Por pak nga pak, me dashurinë e të birit, me paqen e shtëpisë, me rutinën ngushëlluese të gjërave të vogla, ajo po shërohej. Të diellat u bën të shenjta. Arbeni mbërrinte herët, sillte përbërës të freskët dhe së bashku ata përgatisnin drekën. Liria i mësonte receta të vjetra që babai i adhuronte. Arbeni dëgjonte me vëmendje, shënonte, pyeste për detaje. Pas drekës, ata uleshin në dhomën e ndenjes dhe bisedonin. Ndonjëherë, Arbeni tregonte për punën, për sfidat, për vendimet që duhej të merrte. Liria dëgjonte dhe jepte këshilla të mençura, fryti një jete të tërë përvojash. Herë të tjera, ata thjesht qëndronin në heshtje, duke dëgjuar radion, secili i zhytur në mendimet e veta, por të bashkuar nga prania e njëri tjetrit. Një nga ato pasdite, Arbeni solli një kuti të vogël të mbështjellë me letër dhuratash. Ja dha Liris me një buzëqeshje të ndrojtur. "Çfarë është kjo?" pyeti ajo, kurioze. "Hape dhe shikoje." Liria e hapi me kujdes dhe gjeti një zinxhir të ri argjendi, delikat dhe të bukur. Dhe e varur në të unaza e babait, e pastruar dhe e lustruar, duke shkëlqyer si e re. "E gjeta gjatë rinovimit të banjës së shtëpisë te pazari i ri", shpjegoi Arbeni. "E dërgova ta pastronin dhe bleva një zinxhir të ri. Tani mund ta mbash përsëri." Liria e mbajti unazën me duar të dridhura, duke ndjer lotët t'i rridhnin nëpër fytyrë. Ishte më shumë se një bishuteri. Ishte një simbol. Një simbol se ajo që ishte e çmuar nuk humbet kurrë plotësisht. Gjithmonë mund të gjendet, të pastrohet, të restaurohet. "Faleminderit, biri im. Faleminderit për gjithçka." Arbeni e ndihmoi ta vendoste zinxhirin në qafë. Unaza pushoi mbi gjoksin e saj, pranë zemrës, aty ku duhej të ishte gjithmonë. Me kalimin e muajve, shtëpia te pazari i ri u bë përsëri ajo që kishte qenë gjithmonë, një shtëpi. Liria filloi përsëri të kujdesej për bimët me dashuri. Filloi përsëri të dëgjonte radion çdo mëngjes. Filloi përsëri të merrte vizita nga zonja Drita, fqinja, e cila u emocionua kur e pa përsëri. Rutina e thjeshtë, modeste, që ishte ndërprerë në mënyrë kaq brutale, u rifillua. Por tani, kishte diçka më shumë. Kishte Arbenin. Të pranishëm, të vëmendshëm, të dashur. Ai filloi të sillte dhurata të vogla sa herë që e vizitonte. Një bim të re për verandën. Një libër me receta të vjetra. Një foto të kornizuar të kohës kur ishte fëmijë. Geste të vogla që tregonin se ai kujdesej. Se ai e shihte nënën. Se ajo kishte rëndësi. Një pasdite veçanërisht të bukur, Arbeni erdhi me një surprizë të ndryshme. Solli një qen. Një qen rrugë ngjyrë karameli, ende këlysh, që ishte shpëtuar nga një strehë. Ai e vendosi qenushin në prerin e Liris, e cila fillimisht u habit, por pastaj buzëqeshi, duke e përkëdhelur kafshën me butësi. "Që të mos rish vetëm gjatë javës", shpjegoi Arbeni. "Do të bëj shoqëri." Liria e pranoi dhuratën me mirënjohje. Qeni, të cilin ajo e pagëzoi pipoca, shpejt u bë pjesë e familjes.
Ai e ndiqte nëpër shtëpi, flinte te këmbët e krevatit të saj, lehte kur dikush afrohej. Ishte mbrojtje, shoqëri dhe dashuri pa kushte. Arbeni, duke parë nënën më të lumtur, më të shëndetshme, më në paqe, ndjeu më në fund se ishte në rrugën e duhur. Faji ishte ende aty, por ishte zvogëluar. Pendimi ende dhemte, por tani ai e kanalizonte atë dhimbje për të bërë më mirë. Për të qenë më i mirë. Një natë dhjetori, gati një vit pas gjithçkaje që kishte ndodhur, Arbeni ishte ulur në verandën e shtëpisë me nënën, duke pirë kafe dhe duke ngrënë kek misri që ajo kishte bërë. Yjet shkëlqenin në qiellin e errët. Tingulli i gjinkalave mbushte heshtjen. Arbeni shikoi nënën dhe tha, me zë të qetë, mami, kam mësuar shumë gjëra këtë vit. Kam mësuar se parat nuk blejnë lumturinë. Kam mësuar se suksesi i pa familje nuk do të thotë asgjë. Kam mësuar se gjëja më e rëndësishme në jetë është të kujdesesh për njerëzit që duam. Dhe kam mësuar se pothuajse humba personin më të rëndësishëm të jetës sime sepse isha i verbër, egoist dhe budalla. Liria buzëqeshi, duke i prekur dorën. Ti nuk je asgjë nga këto, biri im. Ti ishe i humbur. Por tani e gjete veten. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Arbeni ja shtrëngoi dorën. Premtoj se do të vazhdoj të jem i pranishëm. Do të vazhdoj të kujdesem për ty, do të vazhdoj të jem djali që ti meriton. Liria shikoi qiellin me yje dhe pshertiu në paqe. E di, Arben. Gjithmonë e kam ditur se thellë ti ishe ende djali im. Dhe gjithmonë do të jesh. Ata qëndruan aty në heshtje, duke ndjer fllatin e freskët të natës, duke dëgjuar radion që luante brenda shtëpisë, me pipocën të shtrirë te këmbët e tyre. Ishte një moment i thjeshtë. Por ishte gjithçka. Ishte ajo që kishte vërtet rëndësi. Ishte ajo që kishin humbur dhe më në fund e kishin rigjetur. Në të njëjtin vend ku gjithçka filloi vite më parë, kur Arbeni ishte vetëm një fëmijë që vraponte nëpër obor dhe Liria ishte një nënë e re plot ëndra, ata tani rindërtonin një histori të re. Një histori faljeje, shërimi, dashurie që i reziston kohës dhe stuhive. Një histori që vërtetonte se kur nuk është vonë për t'u kthyer në shtëpi. Kur nuk është vonë për të përqafuar atë që ka vërtet rëndësi. Kur nuk është vonë për të zgjedhur dashurinë në vend të ambicies, praninë në vend të mungesës, zemrën në vend të pamjes. Dhe kështu, nënë e birë vazhduan së bashku, duke shëruar plagët, duke ndërtuar kujtime, duke mbrojtur atë që kishte vërtet vlerë. Pasuria e vërtet nuk ishte në vila, në makina luksoze, në festa ekstravagante. Pasuria e vërtet ishte aty, në atë shtëpi të thjeshtë te pazari i ri, në bisedat e së dielës, në përqafimet e sinqerta, në të qeshurat e përbashkëta, në sigurinë se, pavarësisht se çfarë ndodhte, ata gjithmonë do të kishin njëri tjetrin. Dhe kjo, zbuluan ata, ishte më se e mjaftueshme. Ishte gjithçka. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e zonjës Lirie dhe Arbenit t'ju ketë prekur thellësisht zemrën. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim dhimbjeje, faljeje dhe rindërtimi, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili ishte momenti që ju preku më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të reflektojmë mbi vlerën e marrëdhënieve dhe mbi atë që ka vërtet rëndësi në jetë. Ju presim në episodin e ardhshëm, me më shumë histori që do t'ju bëjnë të ndjeni, të mendoni dhe të emocionoheni. Deri atëherë.